E çuditshme janë ndodhur ndonjëherë. E them herë sepse jam ndryshe nga të tjerët. Sepse kështu kam lindur, jam bindur për këtë vendosa thjesht të jetoj me vështirësitë e mia. Po afron prilli dhe u bëra 24 vjeç. Tani më dhe se dia do më duan sa I dua dhe unë. Do mundohen të më kuptojnë e të buzëqeshin ashtu si u buzëqesh edhe unë atyre. A do të hec gjë në rrugën time me dikë që të më doj kështu siç jam në të vërtetë? Të më zjas krahun e të hec me të parrëzuar dhe pa u ndier ndryshe nga ai? Se di. Kjo rrugë është shumë e paparashikueshme. Se ç'ndodh nesër, pas nesër, gjithmonë, a do të më kuptojnë dhe ata mua se edhe unë, pavarësisht se jam ndryshe të dua dikën në jetën time? Bora mbulon vendin në këtë acar të ftohtë. Shon në dritare xhama të hapur, një turbullier e magjishme si zjarri I madh që piceron aq shumë në sobën e drube, atje nga ana e kundërt e dhomës së vetmuar. Po të më doj, do të ecim bashkë gjithmonë.